Hoxhallarët e vjetër kanë bërë më shumë se hoxhallarët e rinë dhe nëse dikush apo nëse kërkojmë një faktor prej faktorëve të rëndësishëm që ja ka mundsu këtij populli dhe këtij vendi mos me u tjetërsue, mos me humb identitetin, një prej tyre apo faktori më i rëndësishëm janë hoxhallarët. Hoxhallarët kanë punuar natën edhe ditën, po flas të kaluarën, jo prej sot, po që 6-7 shekuj kanë punuar që ky popull të harruan identitetin e vet, të harruan gjuhën e vet, të harruan kulturën e vet, të harruan traditën e vet, të harruan fenë e vet. Sa që ka prej hoxhallarëve, po flas për të kaluarën, para luftës së dytë botërore, kur janë mundu me islavizue, me i tjetërsue, me andru fenë, kanë sakrifikuar, kanë ra shahid, mirë po nuk kanë dhënë fetva që lejohet tjetërsimi i popullit, me u bë me fe tjetër, apo me u bë me nacionalitet tjetër, e aty pastaj hin gjuha, kultura edhe të gjitha ato. Dhe misioni tyre ka qenë është dhe do të mbetet misioni i shejt, dhe populli dal nga dal është duke kuptuar këtë realitet që hoxhallarët nuk janë shërbim të popullit për shkak të anës materiale, se po e them sinqerisht, për një pagë, se merr sot një imam në Kosovë apo më konkretisht në kryeqytet, nuk besoj që ndonjëri prej nesh ish lidh me xhamatin e ish lidh me xhamin, sepse ku do të kish shku tjetër, edhe mësues me hini fshat me 3 nxënësa e ki pagën më të mirë se sa paga e një imamit. E atëherë çka po të mban ty? Po të mban misioni që është i shejt. Po të mban kush lidhja me Zotin, edhe po të mban kush shpërblimi që ke tek Allahu. Sepse njeriu në jetën e kësaj bote, nëse bëhet shkaktar vetëm një njeri me kthy në rrugën e Zotit, me largu për rrugës shejtanit, edhe me kthy në Islam si duhet, marrë dhe mirë, atëherë për te është më mirë se sa dynjaja dhe çfarë kanë të prej të mirave. Pra mendoj çka do të thotë kjo. Nëse një breng, një hall, një mërzi ka arrit me ja largu dikujt prej familjarëve, apo për fëmijëve, apo për xhamat, apo për shoqërisë që i kemi këtu, për popullit, ti e bosh shkaktar dikujt me ja lehtësoj jetën. Kjo është pasuri e madhe. Ka më ta lehtësoj ty Allahu, edhe jetën këtë botë, edhe jetën e varrit, edhe jetën e amshueshme. Andaj populli po e shef realitetin, po e shef që nuk jem duke bë premtime elektorale që shbojnë të tjere, që shqipatëm tash pushatën, po që unë u friksojsha, të isha tash këta me po me arnë pushtet, ose ata, që ka do të botë më rëvëllohë, na veni vogël, e qysh kina me i zonë, se kanë me arë këtë me jetu këtu dhe Gjermantë dhe Zvistrantë dhe Astorak, sepse ato premtimet qashtë më dhaja, edhe qashtë miru regullejke jeta këtu, që këtë Evropianët do të shohen poshtë ka Ballkani do të dinë me jetue. E na ja, nuk do t'ju themi ashtu njerëz. Na do t'ju themi se ashtu do të bëhet në xhenet, veç e përkryer Kosova, edhe të përkryer ky popull veç në xhenet. Sepse këtu çdo herë ka me pas shqetësime, ka me pas halle, ka me pas mërzia, ka me pas prova, ka me pas fatkeqësi, se jeta e njeriu është kështu. Sepse jeta e dynjas është me sprova dhe goxha ka vështirësi. Ndërsa jeta e ahiretit, jeta e mëshueshme, nuk ka sprova, nuk ka fatkeqësi, nuk ka mërzi, por ka veç kënaqësi dhe lumturi dhe ka amshueshmëri pafundësi.